Assalamu alaikum. Ramazanin Allahu e ka përshkruar në Kur'an duke thënë Ayyaman ma'dudat. Është një muaj që i ka ditët e numëruara. Ku ja alhamdulillah erdhëm në fund të muajit të Ramazanit. Sikur Allahu po do të thotë që njëjtë siç edhe Ramazani i ka ditët e numëruara, gjithë kjo jetë me të gjitha krijesat e saj brenda i kanë ditët e numëruara. Vetëm Allahu Gjeleshanu është krijuesi dhe shpiksi i gjithçkaje. Ai është El Hayyul Qayyum, i gjalli dhe i përjetshëm, ndërsa çdo krijesë e tij është e përkohshme. Ky duhet të jetë mësimi më i madh i Ramazanit, të na kujtojë që jemi njerëz me kusure, që jemi njerëz të dobët, jemi njerëz të përkohshëm. Ashtu siç sakrifikuam për të gjithë muajin e Ramazanit për të kënaqur Allahun, kjo duhet të jetë edhe sakrifica e gjithë jetës tonë në rrugën e Allahut Gjeleshanu. E ashtu siç sot do të gëzohemi që do ta mbyllim këtë muaj me adhurimin ashtu siç Zoti neve na e kërkoi, ashtu edhe Allahu Gjeleshanu na bëf për tyre që të gëzohemi në fund të jetës tonë, që të largohemi nga kjo jetë e përkohshme me iman dhe me besim. Allahu na pranoft të gjithë adhurimet tona gjatë muajit të Ramazanit, të gjitha leximet e Kur'anit, të gjitha rukut tona, të gjitha sejdët tona dhe të gjitha lutjet tona që jemi drejtuar atij. Allahu Gjeleshanu i shpërbleft të gjithë besimtarët që agjëruan dhe qoftë rejani, dera e xhenetit e hapur për të gjithë agjëruesit, ashtu siç edhe vetë profeti alayhis salatu wasalam na përgëzoi që agjëruesit do të futen nga një derë e veçantë në xhenet, nga dera e rejan. Allahu na bëft prej tyre.